Unë me kësi ndjenja Allah s'kom përjetu në asë një të. Haqë nuk kom bo asë njëherë, umre 3 herë kom bo, që kjo është haqë. Realisht edhe Mekka dhe Medina ta krijojnë një varësi, edhe unë se di, nuk kom besu as vetë herë por këmë shku që ka u bo, që ka shpesh më shku, dhe me thonë. Është hera e kota që po shkoj, edhe shpesoj të pak të unë kam një parime që në 2 vjetë mes më shku pa i vizitu të pak të në ato 2 vene, se nuk më ka ndodhë për pos venit tem me dosh një vend që ashtu që shku më dorë ato 2 vene. Një dashuri e modhe me njëherë që pret në Medinë, shtetin e Medinës, edhe tani aja halo ma e modhe që është në shtetin e Mekës, është defektivisht një ndjenjë që është shtirë emocionalisht me spjegu, sa është ndjenjë me përjetu normal, është një ndjenjë sigur që kërishë në gjami, sepse këtë gjamijet janë shpira Allahot, po shpia më me vlera Allahot është Bejtullah, Meka, edhe moni me paravendu ku që ka një musafir. Llogarit në vete me shku më një musafir e njëri që e dani, e lejet e kryusi me shku në shpinë e ti, e miru të tina. Kjo është ndjenjë që thash është shtimu për shumë e fjallë. Dhe më thonë, kjo ndjenjë për cilë atje, nëse këtu i nga të unis afërsisht 300 veta i nga të unis me që të loj aeroplanin, që të ko, parëmëna që ndjesi e ki me 6 milion veta sa kemi takun me Mekë e Medinë, ku e dini që misioni është i përbashkët i krejtve. Dhe më thonë, është e pasakant edhe si ndjenjë më ka godit qysh herën e por kërë më konë, se e dime se sëllin njeri që i ofër tina, e ki ndjenjen edhe e din që misioni e keni të njëjtë. Keni shku për një mision me pasëru vetën për para Zotin në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe kështu që shpresojmë krejt këta që jena bashkë, një që dinë shumë vllaznore me konë edhe në botën e ardhshme edhe me na pranu Allahu faljen. Ata që i kanë mundësit me shku në haqë edhe nuk kanë shku ala, kisha mi thonë vetë që jeni ka RFZ-ni me qenë mësafir të Allahut. Do më thonë, nuk e di. Në njerëz kishin këshyrë si të shmendë nëse e kishin refuzu një ofertë me qenë mësafir i njeri me ndikim të madh. Në botë e leje me refuzu me konë mësafir të Allahut. Lutja që është për haxhin është me konë haxhi i pranuar dhe më kthy qysh në kohën që kemi lind kuptimin e mëkateve, Allahu më na i risartu mëkatet. Shpresoj që kjo ka më konë lutja për mua, edhe ka më konë lutja për këtë haxhilert, edhe për popullin tim që Allahu më i drejtu drejt tina. Për ndryshe, unë jam gjysmë në Iran, malo se kam përfunduar krejt Iramin. Kemi të shortë për njerëz, domethënë, po pres me një aeroplan me plecu. Shënjestër.net